Gjykata për korrupsion dhe krim të organizuar ka miratuar kërkesën e SPAK për sekuestrimin e telefonave të motrave Nikolli në Elbasan dhe të familjarëve të tyre. Oficierë të BKH-s kryen të premte një kontroll blic në një apartament në Elbasan ku qëndronin Alda dhe Giovanna Nikolli. Burimet thanë se kontrollet janë bërë mbi hetimin e ngjarjes së 13 korrikut të vitit 2024, kur në derën e tyre shpërtheu një sasi tritoli. Si pasojë mbeti i plagosur rënd Enea Thomaraj, komshi me shtëpinë ku qëndronin dy motrat. Si pasojë e plagëve të rënda, i riu humbi jetën në spital. Vajzat mësohen se kanë kundërshtuar kontrollet dhe madje pakënaqësinë kanë shprehur edhe në rrjetet sociale. Pavarësisht deklaratave të bëra prej vajzave, një nga pistat e dyshimit është se gjithçka ka qenë stisur prej tyre. Ashtu një tjetër pistë është edhe se ato kanë ndjeni se cili është personi që vuri lëndën shpërthyese në derën e apartamentit ku ato qëndronin me qira. Në atë kohë motrat Nikolli u shprehen se ngjarja lidhej me konfliktin në rrjetet sociale me Nuredin Dumanin. Madje ato e denoncuan në SPAK për kërcënime të vazhdueshme për jetën që vinin prej tij nga ambientet e burgut numër 313 në Tiranë, duke dorëzuar dhe prova konkrete si komunikime dhe filmime. Sa i përket shpërthimit, hetuesit kanë konstatuar një person që largohet me biçikletë, por ende pa identifikuar se cili është.